Uftinia e Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar ka vijuar edhe këtë vit me iftarin tradicional të shtruar për nder të muajit të shenjtë të Ramazanit, duke i bërë bashkë të gjithë ata personalitetet e jetës fetare dhe publike në nivel shtetëror dhe lokal, që njihen për kontributin e tyre në drejtim të zhvillimit të jetës fetare në vend. Mirëseardhje të ftuarve, ju uroj një koqiri këtij organizimi muftiu i Gostivarit Sabaudin Zendeli, i cili minutat para iftarit i shfrytëzoi për lutje që besimtarët nga ky Ramazan të dalin sa më të fituar e praktikat e bukura të tij t'i bëjnë pjesë të përditshmërive të tyre. Është kjo një simbolik që iftari përveç gëzimit që ka besimtari në hapjen e tij, por në kuptim të organizimit dhe zhvillimit të jetës fetare ka një kuptim të veçantë, sepse të gjithë këta që sonte ishin prezent në këtë iftar janë subjektet kyç të ngritjes, zhvillimit, organizimit dhe kultivimit të jetës fetare, qofshin ato në xhami, qofshin në medrese, në fakultet dhe në basin fetare islame dhe gjitha muftinitë e saj të shtrirra. Ne sonte si muftini unë gjem tepër të kënaqur dhe të privilegjuar me pjesëmarrjen e madhe, qoftë nga antarët e riaset, por sidomos të nënpunësve fetar të muftinisë së Basisë Fetare Islame, dhe këtu më lejoni që të falenderoj dhe shpreh mirënjohjet tona për kontributin e jashtëzakonshëm që japin, që fjala e Allahu xhaleshanuhu, vedia islame dhe organizimi mirëfillt i jetës fetare islame të jetë ashtu siç u dha shembulli sonte i vetë personaliteteve prezent në këtë iftar. Më lejoni që të falenderoj këshillat e xhamive për kontributin dhe sakrificën e tyre dhe të lut Allahun fuqiplot që gjitha kontributet, mundi, angazhimi i tyre gjatë muajit bekuar të Ramazanit në krye me nënpunësit fetar, por edhe gjithë besimtarët, Allahu xhaleshanu tu pranoj këtë mund, ibadetet e tyre, agjërimet e tyre dhe inshallah të gëzuar dhe të lumtur të arrim natën e Kadrit, por edhe gëzimin më të madh të këtij muajit në përfundimin e këtij muaji siç është dita e Bajramit. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë. Wassalamu alaikum. Këtë iftar, me praninë e vet, e nderoi edhe një delegacion i Bashkësisë Fetare Islame në vend, i kryesuar nga i pari i Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Efendi Fetau. Ai falenderoi organizatorët, ndërsa uroi që besimtarët musliman të dalin nga ky muaj me Ramazan të pranuar. Sonte vërtet ishte një natë e madhe, natë e iftarit të një dite të muajit të Ramazanit, por edhe një ditë e madhe për nga organizimi pritja e bukur nga muftiu dhe muftinia e Gostivar. Ishte prezent sonte delegacioni republikan i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga të gjitha strukturat e saj, për të vizituar muftininë e Gostivar, si që themi ne gjithmonë, të jenë në mesin e besimtarëve ta, për kur gjë tjetër vetëm t'ju shprehim falenderimet tona, mirënjohjet tona, për kontributin e madh që japin në territorin e muftinisë së Gostivarit, për organizimin e jetës fetare, e në veçanti për kontributin e madh që japin në institucionet e nivelit të lartë të Bashkisë Fetare Islame, si që janë në institucionet fetar-arsimore, fakulteti i shkencave islame, si dhe organizimeve tjera që i bën Bashkia Fetare Islame. Unë mendoj se deri më tani kemi patur një Ramazan mirë të organizuar, me aktivitetet të nduarta për të gjithë pjesëtarët e Islamit, duke qenë në të gjitha sferat e jetës së besimtarëve, nëpërmes ligjeratave të ndryshme, nëpërmes në mediave, të cilat totalisht kanë qenë në shërbim të shpjegimit të lerave të muajit të Ramazanit. Unë falenderoj muftiun e Gostivarit, Haxhi Sabaudin Efendi Zendeli, për këtë organizim jashtëzakonisht të bukur, të mirë,
Njëherë të falenderoj të gjithëve të cilët janë përgjigjur thirrjes së muftinisë së Gostivarit, e në veçanti falenderoj stafin tim, pra Komisionin Republikan që ishte sonte në gjithë atë numrin që është i caktuar. Shfrytëzoj nga rasti që edhe njëherë besimtarëve që uroj këta ditë të Ramazanit të bekuar, që të arrijmë me suksesin më të madh, me kënaqësinë më të madhe, festën e madhe të Fitr Bajramit. Allahu na i baft kabul gjitha aktivitetet tona që i bëjmë gjatë këtij muaji. Pas momenteve të bukura të kaluara bashkë, të gjithë pjesëmarrësit e kësaj tryeze të madhe të iftarit u shpërndan në xhamitë e vendit për të vijuar me aktivitetet maratonike që i kanë zhvilluar gjatë gjithë muajit e që kanë për synim begatinë e netëve të Ramazanit me programe të bukura të organizuara që ngërthejnë në vete bukur lexim të Kuranit, ilahi dhe ligjërata fetare.